E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku për të komentuar me ju ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin në fakt në Big Brother VIP Kosova. Bia, Benita, Edi, tani do të flas për këtë tre këndësh. Bia pas natës së mbrëmshme që u fol shumë njohja e Edit me Benitën, marrëdhënia e tyre që nga jashtë, afrimiteti i tyre që nga jashtë, fansat me patjetër se unë e kam thënë Big Brotheri, fansat i shëndron në detektiv. Detektivët nga jashtë zbuluan më njëherë fotografin e Edit edhe të Benitës, që pa marrë parasysh që Benita dëshironte të arsyetohet në sy të publikut që unë nuk të njoh, që unë nuk kam pasur raport me ty, ishte Benita ajo që kishte shkrepur fotografin selfie, në fotografinë e cila është bërë virale në rrjetet sociale mes njohjes së Edit edhe Benitës. Por Bia në këtë rast, unë e di që Bia ka qëllime të sakta, sepse ju e dini se nga çfarë rruge vije Bia, derisa Bia nuk e njeh gjuhën shqipe, derisa Bia nuk kuptohet se çfarë flet, domethënë Bia ka një mision të vetëm dhe misioni i vetëm në këtë shtëpi për Bia Kalifën është që të kapën çunat e asaj shtëpie. Domethënë të arrije në atë marrëdhënie që ajo e bën gjithmonë. Tani, kur flasim për Bien dhe për Edin, Bia mbrëm e quajti Edin Çoban, që në ç'kuptime quajti Bia Edin Çoban, sepse Edi nuk ja varën Bias dhe e ka të drejtën të plot. Edi nuk mundet të merren me këto goca që duan të merret Edi. Ndërsa te Benita shoh një lloj xhelozie apo një lloj vetbesimi të tepërt që Benita mendon se në qoftë se e ka syrin në këtë vendin, do duhet ta realizon atë gjën. Kjo vjen te këto goca që gjithmonë domethënë kanë rritur veten e tyre duke marrur komplimente të vazhdueshme nga meshkujt, komplimente të vazhdueshme nga rrethi, duke ja krijuar vetbesimin qoftë edhe në formë të gabuar, dhe unë mendoj që Big Brotheri do ta mëson dhe do ta edukon Benitën jashtëmase shumë se si ti mendon dhe si ti krijon mendimet, idet dhe se si ti arrin qëllimet e veta në jetë, se qëllimet nuk arrihen në këtë formë. Ndërsa Bia mbrëm u duke dështuar për faktin sepse nuk arriti do të realizon misionin e saj me Edin, sepse Bia patjetër që dëshiron që të kapet me një mashkull brenda asaj shtëpie, të kryejë marrëdhënie seksuale dhe të mbushën atë kapitullin e jetës së saj, dhe në këtë rast Edi nuk e ka fokusin as të njëra as të tjetra, por Benita mendoj që nuk është e përgatitur edhe emocionalisht për ta ndjekur lojën, sepse ajo duhet të jetë kujtuar që dikur ka bërë një foto me Edin dhe kjo foto ekziston, sepse vetëm se po nxjerrën keq e më keq veten e vet dhe nuk ka argumente, por vetëm ka fjalë. Dhe në këtë rast, domethënë, Edi vazhdon të mbetet djali më i pëlqyer brenda shtëpisë së Big Brotherit nga femra. Dua të marr mendimin tuaj.